Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj mori pjesë në meshën e shenjtë organizuar në nder të Papa Franceskut, e cila u zhvillua në një atmosferë të mbushur me solemnitet dhe përullësi përpara bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan. Në këtë ceremoni madhështore, presidenti Begaj shoqërohej nga një delegacion shtetëror i përbërë nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, ministrja e shtetit për administratën publike dhe kundër korrupsionit Adela Pirdeni, si dhe ambasadorja e Republikës së Shqipërisë për Anselisë së Shenjtë Majlinda Frankaj. Ceremonia ku morën pjesë përfaqësues të lartë shtetëror nga gjithë bota, u nderua edhe nga krerët e institucioneve fetare shqiptare dhe përfaqësues të lartë të Republikës së Kosovës, përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani. Pjesëmarrja e delegacioneve shqiptare dhe kosovare në këtë ngjarje të rëndësishme nënvizon edhe një herë lidhjet e veçanta historike dhe shpirtërore që kompetona kanë me Selinë e Shenjtë dhe Papa Franceskun personalisht. Papa Francesku ka mbajtur gjithmonë një marrëdhënie të veçantë me Shqipërinë. Vizita e tij në vendin tonë në shtator të vitit 2014 la gjurmë të thella duke i quajtur Shqipërinë tokën e bashkëtesës fetare. 2 vite më vonë, me 4 shtator 2016, Papa shpalli shenjtore Nën Terezën, bijën më të ndritur të kombit shqiptar. Në vijim të këtij respekti të veçantë, me 5 nëntor 2016, Papa Francesco nënshkroi dekretin për lumnimin e 38 martirëve shqiptar të komunizmit, një akt domethënës për historinë e vuajtjeve dhe sakrificave të shqiptarëve për lirinë dhe besim. Ky akt u pasua nga një tjetër vendim i rëndësishëm me 16 nëntor 2024, ku Selia e Shenjtë vendosi të lartësojë dhe 2 martirë të tjerë shqiptar. Pjesëmarrja e presidentit Begaj në këtë shërbesë të shenjtë dëshmon jo vetëm respektin institucional të Shqipërisë ndaj Vatikanit, por edhe vlerësimin e thellë për rolin që Papa Francesco ka pasur në mbështetjen e vlerave të paqes, bashkëtesës dhe solidaritetit në botë dhe në hapësirën shqiptare.